Megjithse pasuritë që peshkatari trafikant Gjergj Luca i ka grabitur shtetit me dokumente false dhe vendime qeverie të personalizuara përbëjnë skem korrupsioni dhe vjedhje të organizuar, drejtuesit e SPAK nuk kanë nisur hetim për këto grabitje. Prej 3 vitesh, pamfleti i ka adresuar SPAK-ut prova zyrtare për këtë grabitje kolosale përmes kontratave €1, dhurime të paligjshme, qirave fiktive dhe fondeve abuzive, por ish drejtuesi Altin Dumani nuk urdhëroi nisjen e hetimit, sepse nëse hetimi do të fillonte ose fillon, gjurmët çojnë drejt për drejt tek firmat dhe urdhrat e kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të tij, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë sajuar dhe firmosur për t'i dhuruar pronat shtetërore peshkatarit trafikant Gjergj Luca. Sipas tarifave të Drejtorisë Administrimit të Pasurive Publike dhe Vlerësimit Kadastral, rezulton se Gjergj Luca ka marrë pasuri shtetërore me vlerë rreth 2 miliardë euro, me çmime simbolike nga €1 secila ose falas për 10 deri në 20 vite dhe pa detyrime financiare. Megjithse ish drejtuesi i SPAK Altin Dumani deklaronte shpesh se do të hetonte çdo pasuri të grabitur shteti dhe se nuk kishte frikë nga askush, ai nuk guxoi ta merrte as në pyetje grabitësin Gjergj Luca, as ata që i dhuruan pasuritë. Aktualisht për Gjergj Luca nuk ka procedim, nuk ka hetim dhe nuk ka as indicie, edhe pse SPAK ka detyrim ligjor të veprojë mbi bazën e fakteve të publikuara dhe dokumenteve zyrtare. Madje nuk po hetohen as pasuritë dhe transaksionet financiare të tij si trafikant, në zbatim të ligjit antimafia. Për 1 muaj në krye të SPAK është Klodian Brao, me betimin se objekti punës së tij do të jetë edhe hetimi i çdo qindarke dhe i çdo pasurie që i është grabitur shtetit, edhe përmes vendimeve qeveritare. Peshkatari trafikant Gjergj Luca ka grabitur shumë pasuri shtetërore me vendime e qeverie, të cilat pamfleti po ja rikujton dhe po ja referon drejtuesit të SPAK, Klodian Brao, për të urdhëruar hetim, mbështetur në provat konkrete që po publikohen. Me VKM numër 873 dhe VKM numër 266, kompania Rozafa SHPK e Gjergj Lucës ka marrë 105.000 m2 objekte dhe troje të rezervave të shtetit në Labinot Fushë të Elbasanit, si dhe 1.500 metra tunele që nuk figurojnë në kontratë. Me VKM numër 526, ka marrë ish repartin ushtarak në Çekres të Gramshit, me sipërfaqe 28.960 m2 objekte dhe troje. Me VKM numër 701, datë 30 tetor 2019, ka marrë 10.287 m2 të parku të hekur nikelit në Prenjas. Me VKM numër 394, ka marrë 4.889 m2 objekte në kombinatin e sheqerit Maliq. Ka marrë 10 hektar pyje në Zallë Shkumbin, 84 hektar pyje në Shmil dhe Zaranik në Park Energjie, 10.3 hektar truall në Labinot për kompleks kulturor, 5.1 hektar në Klenj të Bulqizës për resort, liçenin e Xarës për 30 vite, 15 milje katrore detare në Kakome Qefal për rezervat e peshkut, 1.3 milion euro nga fondet i PARD, naft me çmim të subvencionuar si për jahte luksoze dhe prej 11 vitesh merr 2.500 euro në muaj nga dogana për një zyrë me qira në Shëngjin. Në total, pasuritë që Gjergj Luca i ka grabitur shtetit kapin vlerën e rreth 2 miliardë eurove, me procedura dhe mënyra përfitimi që përbëjnë objekt hetimi në SPAK. Ndërkohë Gjergj Luca, si trafikant droge, është edhe subjekt i ligjit antimafia. Pse drejtuesit e SPAK nuk e hetojnë trafikantin Gjergj Luca? Kanë frikë? Ka ndikim politik? Apo peshkatari i ka futur në rrjetën e tij?